Të hashinat me Edi Ramën është luftë e humbur, sepse ca gjëra janë më të dhënë, jo më të thënë. Dhe ati është dhënë shumë, madje me shumicë, si shtati, takati edhe tabjati. Su në ridot Edi Rama. Do t'jetë në qendër të vëmendjes, në qendër të botës, se flasin të gjithë për Edi Ramën. Nuk ka rëndësi për mirë apo për keq, madje i pëlqen më shumë t'jeti përfolur për keq. Ka më sharm, ka më konflikt, ka më shamat, ka më dram. Dhe aja kërkon, e provokon. Shqipëria tashmë i bie vogël. E ka provuar në të gjitha format, por as me luk pucësh nuk e vesh dot. Ndaj ka vendosur që të bëj një Shqipëri të madhe, shumë të madhe, gjigante. Ka mbledhur gjithë arkitektët e botës për të prodhuar arkitekturë në Shqipëri më shumë se në Evropë. Ku do t'i ndërtosh o birë? Një pllëm vend është Shqipëria. Po, kulla do t'i bëjmë më të larta se në Dubai. Do na zejnë diellin o birë. Jo, edhe Bregdetin. E bukur, shqiptar, do t'a mush me rezorte, luksoz, excelent. Po ne pa buksat o birë ku do lahemi. Ka vend për të gjithë. Edhe muzikë do të sjellim këtu. Edhe reperin më të madh amerikan do ta sjellim në Shqipëri. Do ta bëjmë shqiptar. Po, që të rrisim Shqipërinë, që bota të flasë për Shqipërinë. Dhe në fakt, sot bota po flet shumë për Shqipërinë. Edhe protesta që ai e ka shkaktuar, ai është shkaku i protestës. Kokën e tij kërkon protesta, është më e bukur në botë, më paqësorja. Nuk ka parë bota, as Shqipëria moderne një protestë të tillë. E këto janë të gjitha prodhim, firmosur Edi Rama. Ky është Edi Rama. Na pëlqen, s'na pëlqen, ky është Edi Rama. Anormal, në normalitetin e tij. Është artist, politikan. Në fakt, perlat janë produkt i guackave të smura. Ky është Edi Rama. Politika e tij është art, arti i tij është politik.